Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Njihuni me tre shenjat e para që jep trupi kur sheqeri në gjak është tepër i lartë. Trupi ka tendencën të tregojë menjëherë kur diçka nuk shkon si duhet. I tillë është rasti sheqeri në gjak. Kur niveli i tij është i lartë, simptomat janë të menjëhershme. Kemi të bëjmë me mjegullime të shikimit, ngadalësim të shirimit dhe uri të vazhdueshme. Sipas health.com do të rëndisim disa nga shenjat që trupi juaj jep përpara se të shfaqë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Por cilat janë shkaktarët e sheqerit të lartë në gjak? Kur trupi është i sëmur ose i goditur nga stresi, ai nis të prodhojë hormone gjë që mund të nxisin rritjen e sheqerit në gjak. Shkaktarë të tjerë të nivelit të lartë të sheqerit në gjak janë mungesa e insulinës ose medikamenteve të diabetit, ngrënia e tepërt e karbohidrateve, mungesa e aktivitetit fizik, sëmundjet, infeksionet, medikamentet e të tjera. Por cilat janë simptomat e sheqerit të lartë në gjak? Sipas të dhënave, kur niveli i sheqerit në gjak është tepër i lartë, me kalimin e kohës ato mund të shkaktojnë dëmtime të enëve të gjakut. Një gjë e tillë mund të nxjisë edhe atak në zemër, dëmtim të veshkave, madje deri në humbjen e shikimit. Problemet vazhdojnë më tej me probleme nervore, shëndet të ligë të lëkurës dhe infeksione. Shenjat paralajmëruese të sheqerit në gjak janë: në këtë video do të mësoni për shenjat që trupi paralajmëron se sheqeri i bëhet i rrezikshëm dhe duhet të shkoni për një konsult me mjekun. Mpirje. Niveli i sheqerit në gjak shkakton mpirje të duarve dhe të këmbëve. Kjo shkaktohet nga neuropatia diabetike, një komplikacion i sëmundjes. Uri e vazhdueshme. Trupi ka nevojë për një sasi të caktuar të sheqerit në gjak, fal të cilit prodhohet energji. Mungesa e kësaj sasie shkakton uri të vazhdueshme. Urinim i tepërt. Niveli i sheqerit në gjak përfundon në veshka dhe në urinë që përthithet më shumë nga lëngjet dhe si rrjedhoj. Keni urinim të tepërt gjatë ditës. Nëse e vëreni këtë shqetësim, konsultoni me mjekun. Etje e tepërt. Bashkë me urinimin e tepërt, niveli i lartë i sheqerit në gjak ka tendencën të shtojë etjen. Rënje ose shtim i pashpjegueshëm në peshë. Kur qelizat nuk kanë glukozën të nevojshme, trupi djeg masën muskulare. Kjo shkakton një rënje ose shtim të pashpjegueshëm të peshës. Vështirësi në përqendrim. Truri vuan nga mungesa e ekuilibrave në organizëm. Niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të shkaktojë vështirësi në përqendrim dhe probleme me kujtesën. Shërimi ngadalë. Niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të dëmtojë nervat. Nëse vëreni se lëndimet e lëkurës shërohen me vështirësi, atëherë është koha të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak. Marramendje ose mjegullimi i shikimit. Nëse të dyja këto ndodhin krejt papritur, atëherë është e udhës që të mos i injoroni. Niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të jetë shkak i fshehur i këtyre simptomave, dhe nëse vëreni këto shqetësime, gjithçka që duhet të bëni është të adresoheni tek mjeku. Paradiabeti është faza e parë e diabetit. Mjekët konsiderojnë atë si një shenjë paralajmëruese. Paradiabeti ndodh kur niveli i glukozës në gjak ose niveli i sheqerit në gjak është më i lartë se normalja, por nuk është aq i lartë sa të konsiderohet diabet. Një nga faktorët e shfaqjes së paradiabetit është trashëgimia gjenetike. Nëse dikush në familjen tuaj të afërt vuan ose ka vuajtur prej kësaj sëmundje, ju keni më shumë gjasa të rezultoni me diabet. Paradiabeti është tregues se mund të zhvillohet diabeti tipi 2 edhe nëse ka disa ndryshime të jetës suaj. Shenjat e paradiabetit mund të jenë të ndryshme. Diabeti zhvillohet shumë gradualisht, kështu që kur jeni në fazën e paradiabetit, mund të mos keni fare simptoma mjekësore. Megjithatë mund të vini re se ndjeni uri më tepër se zakonisht, jeni duke humbur peshë pavarësisht se hani më shumë, jeni më tetur se zakonisht, ju duhet të shkoni më shpesh në tualet, ndjeheni më të lodhur se zakonisht. Të gjitha këto janë shenja tipike të lidhura me diabetin, prandaj nëse jeni në fazën e hershme të diabetit, mund t'i vini re ato. Por lajmi i mirë është se paradiabeti është i këshillueshëm nëse merren masat e duhura. Mbi pesha, mungesa e aktivitetit fizik, kolesteroli i dëmshëm, tensioni i lartë janë çka duhet të përmirësoni. Njerëzit që konsumojnë më shumë bishtaja përballen me një rrezik më minimal për shfaqjen e diabetit ose nivelin e rritjes së glukozës në gjak. Bishtajoret përfshin fasulet, bizelet, thjerrëzat dhe shumë të tjera të cilat rekomandohen si ushqime shumë të shëndetshme për organizmin.
Të dhënat e një studimi të publikuar në medat mjekësore tregojnë se njerëzit që konsumojnë 3 ose më shumë racione fasule në javë përballen me një rrezik 25% më të ulët të shfaqjes së diabetit. Njerëzit që konsumojnë vetëm një racion më pak në javë janë shumë herë më të rrezikuar. Ekspertët besojnë se konsumi i bishtajave ndihmon në rënien e peshës, lufton obezitetin dhe ul tensionin e gjakut. Një studim i publikuar në British Journal of Nutrient analizoi lidhjen e bishtajoreve me paradiabetit. Shkencëtarët u shprehen se ulja e masës dhjamore në organizëm është mënyra më e mirë për të ruajtur paradiabetin dhe për të parandaluar transformimin e tij në diabet. Hani mirë, jo hani më pak. Kufizimet kalorike janë në epiqendrën e të gjitha strategjive për të rënë nga pesha. Për shkak se thonë se shumica e njerëzve që bien në peshë duhet të heqin kalorit, i marrin sërish kilogramët e humbur në muajt ose vitet në vijim. Për herë të parë studiuesit analizuan suksesin e 2 hapave të rëndësishëm të ushqyerjes, ngrënien e fasuleve dhe kufizimin e kalorive. Pjesëmarrësit në studim u ndanën në 2 grupe. Grupi të parë u dha detyra e të ngrënit 5 pjata me thjerza, qiqra, bizele dhe fasule në javë. Grupi i dytë ju kërkua vetëm të kufizonin numrin e kalorive pas sasive të ushqimit. Me fjalë të tjera, grupi të parë ju kërkuan të konsumonin më shumë bishtaja dhe grupi të dytë ju kërkuan të hanin më pak. Konsumi i bishtajave rezultoi të ishte shumë efikas në uljen e faktorëve të rrezikut të shfaqjes së paradiabetit, siç janë ulja e masës dhjamore dhe niveli i balancuar i sheqerit në gjak. Shkencëtarët dolën në konkluzion se ngrënia e 5 racioneve me fasule, thjerza dhe qiqra dhe bizele në javë, pa bërë ndryshime madhore në stilin e ushqyerjes, paksonte faktorët e rrezikut të paradiabetit. Konsumi i bishtajave është efikas në marrjen e 500 kalorive më pak në ditë dhe në ndihmën që mund t'i ofrojë trupit tuaj në menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj. Nëse ju vjen ere e keqe nga goja dhe keni karjes të shpeshtë, mund t'jenë shenja të diabetit. Simptomat e diabetit janë rreptësisht të varur nga dukuria hiperglikemike dhe shpesh ka efekte të mëdha negative në organizëm. Ndërhyrja në kohë është thelbësore për diagnostikimin e hershëm të sëmundjes dhe ndërhyrja pasuese me një terapi të përshtatshme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu për të mbajtur larg shqetësimet tuaja të diabetit. Diabeti është një sëmundje që mund të prekë çdo moshë. Mjekët thonë se diabeti tipi 1 haset në rreth 10 deri në 15% të shëmurëve me diabet. Ai shkaktohet nga mungesa totale e prodhimit të insulinës. Diabeti tipi 2 është shumë më i shpeshtë. Ai haset nga 85 deri në 90% të rasteve me diabet. Gjithashtu kemi edhe diabetin e shtatzanisë. Shenjat e diabetit mund të jenë nga më të ndryshmet, prandaj duhet të tregojeni vigjilent dhe të ndihmoni organizmin tuaj t'i bëjë ballë këtyre shqetësimeve. Nëse vuani nga diabeti, atëherë duhet të zgjidhni në dietën tuaj produkte sa më të mira ushqyese, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në regjimin tuaj dhe do të sjellin rezultate më të mira në menaxhimin e këtij shqetësimi. Diabeti është një sëmundje kronike kur niveli i sheqerit në gjak rritet ndjeshëm. Përveç terapive me ilaçe, një dietë dietike rekomandohet nga mjekët dhe nutricionistët. Por çfarë përmban kjo? Ekspertët këshillojnë që të përfshini në dietën tuaj sa më shumë produkte natyrale të cilat do të stabilizojnë nivelet e sheqerit, siç janë edhe arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj are përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyra njihen për përmbajtjen e kontrollit të sheqerit në gjak. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyrore, si çaji i jeshil ose çaji i zi, për sa kohë është rreptësisht pa sheqer të shtuar. Patatet të ëmbla. Ne të gjithë dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak gjatë gjithë kohës. Duhet të hani të paktën një patate të ëmbël. Vaj i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaj i ullirit është element kryesor që kontribon në jetëgjatësinë dhe në një jetë më të shëndetshme. Gjithashtu edhe tërshëra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.